إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, të ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave. Sot me lejnë Allahu subhanu wa ta'ala do të regojmë për Davudin a.s. Davudi a.s. ishte I biri Ishës, Davud ibn Isha, dhe ka preardhën deri tek Ibrahimi a.s. Populli I tij e deshën shumë Davudin a.s. prej kurse ishte I ri. U dallua me trimëri edhe me shkaktësi luftarake, dhe e vrau komandantin kryesor të armikut, e vrau Xhalutin. Pas vrasjes së Xhalutit, pasi që u shkapërder ushtria, populli anuan shumë nga Davudi dhe e bënën mbret të tyre, e bënën udhëhec të tyre. Kurse Allahu e shpalli edhe pejgamber. Pra, prej cilësive që I ka pas Davudi a.s. ka qenë edhe mbret, ka qenë edhe pejgamber. Deri në atë kohë, pushteti ishte në një grup apo në një fis nga 12 grupet apo fiset e Izraelitëve, Banu Israilëve, ku në njërin prej këtyre fiseve ishte edhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu e ka përmendur në Kur'an: "Wa qatala Davudu Jaluta wa ataahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha." E Davudi e mbyti Xhalutin dhe Allahu ja dha atij në Davudit, ja dha sundimin, ja dha pushtetin e bënë mbret, ja dha pejgamberllukun dhe e mësoi atë për çdo gjë që deshte. Allahu I madhruar e nderoi Davudin alayhis salam duke e bën mbret të Izraelitëve, mbret të Banu Israilëve. Këtë pushtet ja shoqëroi edhe me urtësi, edhe e bani edhe pejgamber. Madje ati ja mësoi edhe shumë njohuri fetare, mirë po ja mësoi edhe shumë njohuri të kësaj bote të dunjas. Davudi a.s. ishte prej pejgamberëve që bënte më shumë të adhurim, ishte I njohur me adhurimin që ja bënte Allahu subhanahu wa ta'ala. Çonte shumë, bënte shumë namaz, agjeronte dhe bënte shumë vepra të mira. Gjysmën e jetës së tij e ka kaluar duke agjeruar. Nuk ka pranuar me ushqy Davudi a.s. prej arkës së shtetit. Qëra, edhe pse von mbret, o kon pejgamber, mirë po nuk është ushqy prej arkës së shtetit. Ndërsa udhëhecat e ton këshirin me hangër shtetin. Jo vetëm ajo që ju takon, këshirin edhe më shumë. Ndërsa Davudi a.s. hiç asnjë parë, asnjë qindar nuk do të marrë prej arkës së shtetit. Davudi a.s. ishte trem I madh. Ai falej gjysmën e natës, ai ishte trem dhe nuk I kthej prej frontit. Nuk I kthej prej luftës asnjëherë. Në hadithin e pejgamberit a.s. ka ardhur se agjerimi më I dashur për Allahun ka qenë agjerimi I Davudit dhe namazi më I dashur I Allahut ka qenë namazi
I Davudit alayhi salam pra ka qenë i njohur me agjërim dhe ka qenë i njohur me namaz. Çka thon pejgamberi alayhi salam? Se agjërimi më i mirë me një hadith tjetër, se agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit, ku një ditë ka hangër, një ditë ka agjëruar dhe një ditë ka hangër. Pra ka agjëruar një ditë pa dhe një ditë ja. Edhe kjo për agjërimit, nëse na dojnë na agjëru shumë, mas shumë që mund na agjëru është një ditë pa dhe një ditë ja. A agjëru për ditë, kjo nuk lejohet vetëm në raste të caktuara, në data të caktuara dhe në situata të caktuara. Në vazhdim do t'i përmendim disa specifika të Davudit alayhis salam, disa cilësi që Allahu i ka përmendur në Kur'an. E para është nënshtrimi i kodrave, i shpezave, së bashku me ta që e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe i bojnë tasbih, e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu: "Wasakharna ma'a Davud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin." Ne i nënshtruam kodrat dhe shpendët që bashkë me Davudin të madhërojnë, të bëjnë tasbih, ishim ne që i bënim këto. Pra, çka do që gjendet në qiell dhe në tokë, dhe çka ka në mes tyre, e madhërojnë dhe i bëjnë tasbih Allahut subhanahu wa taala. Drujt, kodrat, detrat, oqeanet i bëjnë tasbih dhe e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala kishte dhënë Davudit alayhis salam Zeburin, sikur se Musa alayhis salam ja kishte zbrit librin Tevratin, gjithashtu Davudit alayhis salam ja kishte dhënë Zeburin. Do të thonë Davudi alayhis salam kishte pas legjislacion të vetin, kishte pas sharia të vetin. Allahu ja kishte shpall si libër të vetin, edhe për krejt musliman të asaj kohe ja ka shpall Zeburin. Davudi alayhis salam e ka lexuar Zeburin me një melodi shumë të mirë, me një zog shumë të bukur, me një zog shumë të këndshëm, ku e lartësonte dhe madhronte Allahun subhanahu wa taala. Nga melodia dhe rima e bukur dhe ëmbël që kishte, zogjt kur e dëgjonin duke këndu apo duke recitu Davudin alayhis salam, u ndalnin dhe dëgjonin recitimin e Davudit alayhis salam. Çaj zot mirë dhe çaj zot bukur që ka pas Davudi alayhis salam. Ashtu veprojnë edhe kodrat, siç ka thënë Allahu në surën Saba: "Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr", o malë dhe shpesë, lartësoni me tasbih së bashku me ta. Pejgamberi alayhis salam kishte dëgjuar një natë Ebu Musa al-Ashariun duke lexuar Kur'an dhe kishte thënë pejgamberi alayhis salam, vërtet Ebu Musa i është dhënë një hise e zbukurimit të zërit të Davudit alayhis salam. Pra, njeriu që e ka pas zanin më të mirë sipërfaqen e tokës është Davudi alayhis salam. Ebu Musa al-Ashariut i është dhënë vetëm një hise apo një pjesë e zërit të bukur të Davudit alayhis salam. Pra është mirë që njeriu kur lexojë Kur'an, me zbukurë zanin gjatë leximit të Kur'anit. Nëse o vetë në shpe ose o vetë në xhami, mirë ka pak me letu me zan, që me pas koncentrimin më të madh, që me lartësu dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala, ashtu si i ka hija atina. Pra personetet të pejgamberit alayhis salam është me zbukuru zanin kur të lexojsh Kur'an. Mirë po, të me bo për hir të Allahut, e jo me bo për mendje mallësi, apo për sy e falsi me thona, o kësa zanin e mire paska, o kësa sa mirë po lexon Kur'an. Nuk është as pak çudi nga kodrat zogjt që bëjnë tasbih dhe e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala, se Allahu na ka treguar se çdo gjë i bën tasbih dhe e përmend dhe e madhron Allahun subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an, atë Allahun e madhrojnë shtatqiet, toka dhe gjithçka që gjendet në to. Dhe nuk ka asgjë që nuk e madhron dhe nuk i bën tasbih Allahut, duke e lavdëruar. Por ju o ju njerëz nuk e kuptoni madhrimin tasbihun që e bëjnë ata. Na s'mujna me kuptu madhrimin dhe tasbihun që e bëjnë kodrat, malet dhe oqeanet. Këta di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nga zëri i bukur i Davudit alayhis salam prekeshin edhe krijesat e Allahut dhe së bashku e madhronin dhe e përkujtonin Allahun subhanahu wa taala. Thuhet se edhe shpezët edhe kafshët kur niseshin për me kërku ujë, ishin të etur shumë, e haronin etjen dhe e haronin urin kur e dëgjonin zërin e bukur të Davudit alayhis salam. E haronin që janë të etur, e haronin që është duke u pi ujë shumë për shkak të zërit të bukur të Davudit alayhis salam.
Dhuntia e dytë, me të cilën Allahu e dalloi robën e tij, e dalloi Davudin alayhis salam, ishte zbutja e hekurit. Allahu xhaleshanu ja kishte zbut hekurin Davudit alayhis salam, ashtu sikurse gratë kur ta bojnë brumin, edhe lujnë me brumin çish dojnë, bojnë forma të ndryshme, çashtu Davudi alayhis salam, Allahu ja ka zbut hekrin Davudit alayhis salam dhe Davudi alayhis salam ka bërë forma të ndryshme prej hekurit. Ta ja ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an, wa alanna lahu al-hadid, ne ja zbutëm atij edhe hekurin, i tham puno këmisha të plota nga hekuri dhe thori me precizitet ato. Pra, ka bë pancira, ka bë këmisha prej hekurit Davudi alayhis salam. Këtë dhuntia ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në surën Anbiya, ne i mësuam atij mbarimin e petkave të hekurta për ju, që t'ju mbrojnë në rast të luftave. Thuhet se Davudi alayhis salam kishte kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala që më mësu diçka, që më mësu, që më punu dhe më fitu riskun me duart e tina, edhe të mos hante nga arka e shtetit. Kur s'ka deshë nga për shtetit. Edhe atë pasuri që e ka pas, o mundu me bo përzmore, me bo s'hendet të hekurit mishit, edhe me përfitu prej tëre edhe mos me marrë prej arkës e shtetit. S'ka deshë me përfitu kur gjo. Allahu i thot robit e ti, bëj ato këmisha nga hekurit të plotat të thurura mirë, jo të ngushta as të gjëra, për të përshtatshme për veshje, për lëvizje dhe për luftë. Pastaj shiti ato edhe me të ushqeu. Çka thon pejgamberi alayhis salam, se ushqimi më i mirë atina është ai i cili e fiton me dorën e vet. Për shta? Puna është e lavdruar në Islam. Puna me halal. Puna duke pas kujdes halalin edhe haramin, është e lavdruar. Ma mirë është me punuti edhe me hangër pi dorës tane sa me prit dikush me të marrë ti ose dikush me dhanë me hangër me piti. S'ka bereqet prej asaj pare që ta jep dikush edhe ti nuk punon. Po bereqeti është kur ti mundosh me punu riskun me halal, me punu me halal, edhe me fitu pasurinë me halal, e jo me prit prej dikujna tjetër. Ka thënë se Davudi është i pari që bëri këmish hekuri, kurse më parë përdorishin pllaka hekuri, që ishin shumë të rënda dhe të vështira. Pra marrët para Davudit alayhis salam kanë përdorur pllaka hekuri për më mbrojt. Mirë s'kan qenë të përpunuara. Me ardhin e Davudit alayhis salam, Davudi e ka përpunu hekurin. Hiç pa e shtin zjarr. Kështu Allahu i ka dhënë forcë Davudit alayhis salam. Dhe e treta, prej cilësive që i është dhënë Davudit alayhis salam, ka qenë forcimi i pushtetit me kuptimin e plotë të fjalës. Ka pas pushtet të plotë të kësaj bote, Davudi alayhis salam, siç kanë pushtetarët e vërtetë. Allahu ka thënë: "Wa shaddadna mulkahu wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab." Ne ja forcuam dhe sondimin atina, i dha murtësi dhe drejtësi në gjykim. Pra përveç se ka qenë sondimtar Davud Haxhës, ai Davudi alayhis salam ka qenë edhe gjyqtar, i ka dhënë mesela të midis njerëzve, i ka dhënë problematika që i kanë pas njerëzit ndërmes vete. Është transmetuar nga Ibn Abbasi se ka thënë se Davudi ka qenë njeriu më i pushtetshëm këtë botë. Njeriu që ka pasur më shumë të pushtet ka qenë Davudi alayhis salam. Që nuk kupton se nuk e ka pasur kush pushtetin e fortë siç e ka pasur ai. Allahu i madhruar pasi pelavdron të dashurin e tina, pejgamberin e tina Davudin alayhis salam, duke e përshkruar me disa cilësi e tipare të veçanta, aty përfshihet edhe aftësia për të gjykuar drejt mes njerëzve. Cek në vazhdim një strofë që i ndodhi atina gjatë gjykimit të një rasti, që është një tregim mjaft interesant. Allahu po i thot Muhamedit alayhis salam: "A ke dëgjuar ti o Muhammed, o i dërguari i Allahut, a ke dëgjuar për një ngjarje interesante që i kanë ndodhur Davudit?" Atëherë kur dy kundërshtar u futën tek Davudi pa lejen e tina, madje ata kaluan murin e hynën nga dera dhe shkuan tek Davudi në faltorin e tij ku ishte duke u lutur. Davudi alayhis salam e kishte kohën e caktuar kur i pranonte njerëzit, kur e dante gjykimin midis njerëzve. Në kohë tjera, sidomos në kohën kur e ka adhuruar Allahun, po mu bë se çka mu bë, nuk e ka pranuar kërkan takim, se ka pranuar kërkan gjykim. Tash u çudet Davudi alayhis salam,
dikush për hin atina mrenda. O të jetë se ka qenë shumë i pushtetshëm. Ka qenë njeriu më i pushtetshëm me pushtetin më të madh në fytyrën e tokës. Çush mund të më hi dikush në pallatin tëm, në shtëpinë tëm, në dhomën tëme. E shumica e komentatorëve të Kuranit ka thënë se këto kanë qenë dy melek të Allahut subhanahu wa taala. Që kanë ardhur me sprovu Davudin alayhi salam, se s'ka mujt njëri me hi atë. Se ka qenë shumë i fortë Davudi alayhi salam. Ata të dy mijë herë që çon Davudin alayhi salam dhe po i thonë, mos u frikon nga ne. Nuk kemi ardhur për rrugë të keqe. Thot, jemi dy fëqinj që kemi një hall. Ne jemi dy kundërshtar. Njëri nga ne i ka bërë padrejtësi tjetrit. Duam që me do meselën për neve. Të gjykosh mes neve me drejtësi. Me drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala, duke mos e mbajt anën as ka njëri, as ka tjetri. Thot, na tregon një rrugë të drejtë, ashtu siç i duhet drejtësisë. Davudi alayhis salam nuk pi se këto janë melek të Allahut. Por posilet me ta sigur se nuk ka njerëz. Njëri prej tyre tha, ky është një valla imi, fëqinj, valla në fe. Por edhe jemi njerëz prej gjakut. Ky po thot i posedon 99 dele, unë posedon një. Ky po do më marrë atë një dele çka ka. E Davudi alayhis salam posa e dëgjoi akuzën e ngritur nga akuzuesi, tha, ai të pas ka botu pa drejtësi, pas ka bo zullum. Ty të pas ka hyrë në hak, kur ka kërku që delën tënde ta merr nga ti, e ti mja bashkagjit delën tënde atina, ky na thëron ti një, ai po do çat një me ta marr tyja. Thot, nuk jeni ju të parët që i keni bërë padrejtësi njëri tjetrit si ortak. Se shumë prej ortakave, edhe të hetë për edhe sotit, edhe sot i bojnë padrejtësi njëri tjetrit. Prandaj, edhe shumë ortak s'po në bojnë me njëri tjetrit. Nisin në ortak lëk, mirë për nuk ju zgallë shumë, për shkak që i hi në hak njëri tjetrit, për shkak se i bojnë padrejtësi njëri tjetrit, por edhe për shkak që edhe për arsye të ndryshme. Thuhet se Davudi alayhis salam e dati çështën midis tyre. Ata të dy shikuan njëri tjetrin dhe po qeshin, por Davudi alayhis salam nuk e kuptoi pse qeshin. Deshi ta dinte më në detaje se kush ishin këta dy, por ata u ngritën lart në qiell, para syve të Davudit alayhis salam, u hupën më një herë, u ngritën në qiell. E Davudi alayhis salam e kuptoi se kjo nuk pas ka qenë një çështje mosmarrëveshje, por e kuptoi se kjo pas ka qenë një sprovë për anës së Allahut subhanahu wa taala. Këto Allah i pas ka dërguar këto melek që me sprovu Davudin alayhis salam. Komentatorët e Kuranit dhe të tjerë kanë diskutuar se cili ishte shkaku që Allahu e sprovoi robën e tina. Dhe dietarët kanë dhënë disa mendime. Dhe thuhet se plot prej mendimeve janë prej israelatave, edhe s'ka argumente të sakta për saktësinë e tyre. Thuhet se i tha o Zotim, ti ke dhënë pozita të larta Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit, do doja ta kem dhënë atë pozitë të lartë. Dhe Allahu i tha, unë i kam sprovuar ata me diçka që ty nuk të kam sprovuar ty. E nëse do thot sprovoj edhe ty që ashtu një sikur Jakubi në thot tjerë, edhe të ngriti edhe ty në shkallë të larta. Qëra, njeriu ngritet në shkallë të larta në bazë provave që i ka. Sa më shumë që Allah e sprovon njeriu, e ngrit në shkallë të larta edhe në këtë botë, mirë po e ngrit edhe në shkallë të larta në xhenetet që i ka përgatitur për njerëzit e devotshëm. E thuhet, sipas një transmetimi tjetër, thuhet se kur erdhi në pushtet i tha popullit tina, vallai ka me xhiku me drejtsinë mes jush. Mirë po nuk tha inshallah, nuk tha nëse do Allahu. E Allahu e sprovoi Davudin alayhis salam. Thuhet se duke zbrit prej mirabe Davudi alayhis salam, ose mund të jetë duke zbrit prej vendit ku ka xhiku mes njerëzve të tjerë, i vjen melejku i vdekjes, edhe kur e shet Davudi alayhis salam e kupton se ka ardhur koha që të kthehet tek Allahu. E Davudi po i thot melekut, më lejo të paktën edhe pak të ngjita në mihrab ose me zbrit poshtë. E meleku po i thot o Davud, janë harxuar vitet, muajt, ditët. Ka ardhur koha më ja dorëzu shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Dhe meleku i vdekjes nuk ja pranoi kërkesën Davudit alayhis salam. Atëherë Davudi bie në sejdë në njërin prej shkallave të mirabit dhe ja kthen shpirtin e tij Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është ngjarja dhe historia e pejgamberit Allahut
Davudit alayhi salam. Elusë Allahun e madhruar që më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiron me mëshirën e tij të madhe. Elusë Allahun e madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, më na mbrojt prej zarmit të xhenemit. Elusë Allahun e madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elusë Allahun e madhruar që më na lehtësoj çështjet e tona, më na largu vështirësitë tona. Elusë Allahun e madhruar më na pranu namazin, agjerimin, lutjet, istighfarin, namazin e natës, leximin e Kuranit dhe çdo vepër të mirë. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.